Përshëndetje miq të gazetës Lajm dhe Lajm TV-s. Mirë se vini në emisionin e radhës Dialog me Lajm. Kësaj radhe për të ftuar për mysafir të këtij emisioni debative kemi përfaqësuesin e lartë të Vlenit, zotin Bekim Fazliu. Mirë se erdhët. Faleminderit, mirë se u gjej. Dhe shoqëruesin tim, respektivisht kolegun, analistin Florian Nesimi. Zoti Bekim, po më duket se akoma nuk kanë lëshuar, nuk kanë tradhtuar këto emocionet e impresionet nga ai tubimi mbrëmshëm. Ai ishte konform atyre pritshmërive sepse informacionet e fundit, respektivisht raporti i fundit i Ministrisë Punëve të Brendshme flet se mbrëm ajo pjesa nga vini edhe ju, respektivisht autostrada Tetov-Shkup, gati se ishte bllokuar pak para se tubimit. Ishte tubim madhështor për te pritshmërive tona. Gjithë ajo që e ndjeki tubimi, atmosfera brenda, na befasoi për të mirë, dhe kjo është një shenjë mirë se zgjedhjet do të jenë, Vleni do të ketë një fitore pa diskutueshme në zgjedhjet e 19 tetorit. Do të thonë, gjithë ata organizimisht i përkryer, e keni pa, u blloku jo vetëm autostrada, u blloku edhe Shkupi, njerëz nga Çairi ishin mobilizuar që të vinin edhe në Kam një pjesë, do të thonë, kjo tregon se janë të hetur për ndryshim shqiptarët, dhe besoj se ky mobilizim i madh më vetë i tekalon edhe ato partitë, do të thonë, bëhet një lëvizje e popullit, lëvizje e gjithë qytetarëve shqiptar, që ta ndryshojë, të vijë ndryshimi, mentaliteti politik më të ndryshohet. Do të thonë, bollishin 20 vjet e kaluara që ishim në monizëm politik, ajo që ndodhi vitin e kaluar me ndryshimin e qeverisë, shpresoj që tash të ndodhë edhe në pushtetin lokal. Do të thonë, të ndryshojmë mendësinë politike që ka mbretëruar 2 dekadat e kaluar. Një diçka që më bëri përshtypje gjatë retorikës leadershipit në përgjithësi ishte pak a shumë, megjithëse u morën me ato ofendime që ditë më parë me një tubim Ali Ahmeti o hodhi, si ato ofendimet si Zagar, mirë po tek leadershipi i Vlenit nuk vërejta diçka të tillë, megjithëse ju dha porosia ndërkohë që nuk pat një ofendim të tillë. Edhe unë vetë e potencova, dhe me thonë, nuk di se e keni vërejt atë një hyrje në bëri me organizatorët shtabi u përkujdes që hyrën të bën me inteligencën artificiale, dhe e potencova edhe unë, jemi në kohën e inteligjencës artificiale, zhvillimit të hafshëm teknologjik, dhe ne në vend që të merremi me këto projekte, të ndjekim kohën, nevojat e kohës, ne duhet fatkeqësisht kemi përballë një oponent që përdor fjalor tullët, ofendues, nënçmues, dhe duhet merremi me terma të tipit fyes, Zagar, Lepo e kështu me radhë. Edhe e patë edhe gjithë liderët, dhe me thonë, i ikim këtij vokabulari, nuk duam të merremi. Vlerësojmë se ai vokabular nuk ju bën për nder edhe atyre që e thonë për popullin shqiptar, që ofendojnë popullin shqiptar, është fundi i tyre politik, është fundi i tyre moral, është turpi i përjetshëm për ata. Ne nuk duhet të merremi ata, ne duhet të merremi projektet konkrete që ofrojmë për qytetarët, dhe sigurisht edhe Vleni janë modest. E them këtë për shkak se ne Lëvizja Arbëria tani së fundmi që jemi bashkangjit Vlenit, mendoj se kemi drejtën të flasim, i shoh se liderët e Vlenit janë modest edhe për këtë një vjeçar, do të thonë, t'japin llogari. Nëse bëjmë krahasimin e Vlenit për këto një vite, me 20 vite qeverisja ka dallim të madh për një vjet. Ka bërë projekte të prekshme. Po ja për shembull e përmenda, po ti veçojmë. Legalizimin apo rregullimin e statusit të medreses Isabeut në Shkup. Ndërtimi i rrugëve që janë strategjike, rrugë që bashkojnë shqiptarët.
Ne kemi pa 20 vjeçarin e kaluar, vetëm na janë dhënë me projekte 3D, do të fillojë rruga Shkup Blac, gjendjet mirushma e rrugë është lanë. Ajo tregon pa fuqinë politike të neve si komp të 20 BDI-s që na ka përfaqësuar në 20 vjeçarin e kaluar. Tash e shohim se është marrë shumë seriozisht kjo punë dhe pritet që në vitin 2026 përfundon kjo rrugë. Fillimi i punimeve për korridorin 8, që është interes i kahmoqshëm i jonit, që është ndërkombëtar. Korridor ndërkombëtar, po me rëndësi strategjike para asaj lidh shqiptarët. Si kjo me Bllacën që lidh me Kosovën, edhe ajo na lidh me Shqipërinë, domethënë bën punë të mëdha të prekshme që i lidh dhe i bashkon shqiptarët, pastaj infrastruktura e mirë është hapi i parë që garanton edhe zhvillimin e më të thjeshëm ekonomik. Projektimi i rrugës Tetov-Prizren. Domethënë ka qenë ëndër kjo. Rrallë ku ju ka besu se mund të vijë deri këtu që të rregullohet edhe kjo rrugë. Janë sende të prekshme. Pastaj edhe në aspektin politik. Vleni ishte tregoi fuqi, por herë të parë se ne kemi problem me sistemin e drejtësisë. Edhe me atë pjesën e gjykatës kushtetuese deri tash. Po tregoi një fuqi politike që ndikoi ta parandaloj cilë vendim dëmshëm për ligjin e gjuhës shqipe. Pastaj e rregulloi edhe është në procedurë ligji për përfaqësim drejtë adekuat. Ato janë gjëra që duhet thuhen dhe kur bën krahasim me 20 vjeçarin e BDI-s, BDI-si mungojnë shumë rezultate. Zoti Florian, duhet akoma fokusin e bisedës ta përqendroj aty te retorika e tubimit të sonshëm edhe par djeshëm. Keni këtë përshtypje sepse unë pak a shumë e thash, edhe pse nuk më lejo të jap vlerësime të tilla si gazetar, dua një paralele mes retorikës e cilën e përdori mbrom leadershipi i Vlenit dhe ajo ditë më parshme në tubimin e frontit evropian apo frontit kombëtar për integrim tash. Po. Mendoj se janë dy retorika të ndryshme. Me thonë nga Vleni zakonisht jemi duke parë një si pjesë e vokabularit të tyre politik janë për shembull më tepër investimet, zhvillimi infrastrukturor i komunave, ndërsa në fjalorin e koalicionit AKI vazhdimisht shohim kështu të flasim për tema nacionale. Nuk du të flas për ato ofendimet, ato mendoj se janë një fjalor i vjetruar politik të cilin ne kam përdorur edhe fokusin të kem te kjo pjesa e fundit e përgjigjes tuaj. Pse ndodh kjo kështu, sepse ne dimi mirëfillt se jemi në zgjedhje lokale dhe nuk jemi në zgjedhje nacionale. Pse ndodh kjo retorik? Nuk mendoj se është spontane, nuk mendoj se është e rastishme që përdorimi këtyre kualifikimeve, vlerësimeve, sidomos ofendimeve dhe sharjeve të fundit. Shiko, ato ofendimet mendoj se janë tregues i identitetit të tyre politik, i cili flet se ato për 22 vite, do me thonë, i përkasin një politike të vjetruar dhe nuk kanë... Ahmeti deri tani nuk ka përdor një vokabular tillë përjashto ato bombat e Zaevit cilat i hodhi ku dëgjuam disa sharje të nënave shqiptare kështu diçka. Realisht nuk ka përdor, të paktën publikisht deri tani nuk ka përdor. Pse ndodh kjo tani? Nuk i ka përdorur, bile e ka thonë të kundërtën, ka thonë se oponenti im politik Mendu Thaçi përdor fjalor ofendues dhe prandaj Mendu Thaçi asnjëherë nuk mund të fitojë zgjedhjet, ndërsa ka ekzistuar bindja se Ali Ahmeti duke mos përdorur një fjalor të tillë, edhe kjo ka qenë arsye pse ai gjithmonë ka fituar. Mirpo tani në këto zgjedhje e shohim pikërisht të kundërtën. Kjo vjen nga fakti se ato janë një udhëtësi, do me thonë politike, që i përkasin një vjetërsie nga vetë fakti se për 22 vite në pushtet nuk kanë arritur të realizojnë diçka dhe tani ato nuk ka një vizion për të ardhmen. Nuk kanë se çka të ofrojnë diçka të re të qytetarët dhe kthehen te ai fjalori i vjetruar politik. Mirë, po kur jemi këtu te kjo retorika elektorale, unë mendoj se kjo është edhe një e quaj si ikje nga llogaridhënia.
për shkak se në kampanjën, domethënë para zgjedhore të zgjedhjeve lokale, fjalori më tepër politik duhet vendoset fillimisht te llogaridhënia për mandatin për 4 vite që kanë kaluar, pastaj të flitet për programin për 4 vjeçarin e ardhshëm, ndërsa këto çështjet nacionale janë si çështje terciare janë. Edhe ndoshta nuk duhet edhe as pak të debatohen në fushatën e zgjedhjeve lokale. Jo se nuk janë të rëndësishme, ato janë të rëndësishme, mirë po ka periudhë tjetër kur duhet të përdoren. E tani për shembull, nëse i shohim këto komuna shqiptare që janë, momentalisht janë 16 komuna të cilat udhëhiqen nga kryetar shqiptar, 13 prej tyre janë të AKI-s dhe 3 janë të Vlenit, Tetova, Çajri dhe Zhelina. Dhe nëse i shohim për çdo ditë, në këto 3 komuna të Vlenit janë komuna ku punohet vazhdimisht. Edhe në Tetov, edhe në Çajr, edhe në Zhelin, thuaj se për çdo ditë kemi nga një projekt të ri. Dhe këto kryetarë që i menaxhojnë këto e shohim se çdo ditë tregojnë për punët të cilat i kanë bërë. Nuk flasin shumë për të ardhmen edhe nuk premtojnë, mirë po japin llogari për projektet të cilat i kanë realizuar. Ndërsa te këto 13 komuna tjera që menaxhohen nga AKI-ja, atje asgjë nuk shohim. Prandaj edhe as nëpër portale, as nëpër mediume nuk janë kërkun të pranishme për shkak se ato me të vërtet nuk kanë realizuar asgjë. Ndërsa ende më e çuditshme është te disa komuna ku BDI-ja ka hequr dorë, si që është për shembull Struga, Dibra, është Gostivari, Bogovina, Bogovina është prapë i BDI-s, Te Arca edhe Saraj. E këtu tash këto kryetarët aktual që janë BDI-s, në Strugë, në Dibër, në Te Arcë, në Saraj, këto fare nuk dalin kampanjë. Dhe kjo është ikje nga llogaridhënia. Si mund të mos del në kampanjë dhe tregohet çka ka bërë për 4 vite? Nuk del fare. Plus kësaj fshihet pas kryetarit i cili tani kandidati që kandidon, që është i Aleancës, fshihet pas tij i cili vetëm premton. Edhe ki nuk flet për mandatin e kaluar 4 vjeçar. Dhe kjo është ikje nga llogaridhënia. Pse? Sepse ato me të vërtet për 4 vite nuk kanë punuar asgjë. Ndoshta është edhe inercioni i natit, kështu që kemi si tipar shqiptarë dhe nuk dëshirojnë të paraqiten pak në shaka, thash këtë. Zoti Fazliu, përveç pses cilën ja parashtrova edhe Floriani se pse përdoret ajo retorik. Mendoni se kjo retorik mund t'i ndihmoj Ali Ahmetit apo koalicionit të tyre për të triumfuar më tepër se sa mendojnë? Kjo përdorimi kësaj retorike e sharjeve, ofendimeve, atje e kam fokusin. Jo, as pak. Kjo retorik e fundos keq, edhe politikisht, po do t'i kushton edhe në zgjedhje. Edhe unë, sinqerisht, nuk e kuptoj çfarë halli ka zoti Ahmet. Pse sillet kështu? Domethënë, nuk është fundi botës të rish në opozitë. Pastaj ende si ka bën një vjet në opozitë. Pse kështu? Pse ki qetërsim me retorik flas? Domethënë, çfarë halli, çfarë mundon zotin Ahmeti? Dhe duhet t'ja besoj se e din populli shqiptar pas 20 viteve e dërgoi në opozitë, po jo vetëm populli shqiptar. Po e dërgoi në opozitë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Bashkimi Evropian për një arsye shumë të fortë. Domethënë të shërohet nga gruevizmi, edhe nga serbizmi. Që fatkeqësisht nuk e kap këtë porosi që ja dhan populli shqiptar dhe faktori ndërkombëtar. Dhe ditëve të fundit jemi dëshmitar që dalin shesh afera që për mua janë skandaloze, se edhe prej pozicionit të opozitës vazhdon bashkëpunimi me struktura të errta të ish qeverisë, Mjalkov dhe botës serbe. Kjo është një skandal i madh. Ndoshta është kjo pse nuk është rehat, po sido që t'jetë, zoti Ahmetit nuk duhet të përdor këtë retorik. Janë zgjedhjet lokale, dalim të ofrojmë projekt. Dhe më shumë se ofertët, ai para së gjithës do të jep përgjigje. Pse pas 20 vite qeverisje në pushtet qendror dhe në pushtet lokal, vendbanimet shqiptare ende kanë mungesa elementare, mungesat bazike.
nga Likova deri në Struk nuk kemi ujë për pije. Jo që s'kemi ujë për pije, po del që uji në Likovë është i helmuar me arsen. Zoti ka desh që vendbanimet tona janë begata, me burime të ujit natyror. Në Likova 2 penda ka problem për ujë. Ka problem sepse unë vi nga ndej ujin e Likovës e shfrytëzon Kumanova dhe rrethina Kumanova, ndërkohë që Likova Nisoj nuk ka. Shkupi, Sarajpe nga Vijun. Domethënë burimi i ujit është atje, shumë vendbanime, ende kemi probleme me ujin. Tetova, Sharri, sa shumë burime ujë. Ka probleme. Unë jam dëshmitar se sa vite nga buxheti i shtetit unë dashin nga 0 denar për ujësjelljen e Tetovës. Njësoj është deri në Struk. Rrugët në gjendje skandaloze dhe ç'është më e dhimbshme që tash i shohim pasojat, shkatrimin e arsimit. Domethënë, Zoti Ahmeti dhe BDI-ja e tij kanë menaxhuar edhe me Ministrinë e Arsimit shumë kohë, po edhe me komunat. Ne i shohim pasojat e politizimit skajshëm të arsimit. Fëmijët tanë, beso, që vuajnë në shkollë, du t'jetë e kundërta, të tërktohen, të kënaqen, vatër e dijes. Vuajnë, i shohim merr jetë bullizimi. Këta janë pasojat e këtij 20 vjeçarit. Domethënë që askush nuk është për kujdes, ose i kanë pa shkollat vetëm si vende ku do t'i punësojnë militantët, pa asnjë kriter profesional e moral. Dhe sot jemi në këtë situatë që fëmijët tonë besoni se vuajnë për shkollë. Edhe kësaj politike, kësaj mendësie, që e ka pa pushtetin vetëm si plaçk, vetëm si për ta politizuar dhe partizuar çdo pore, do t'i themi mjaft. Mundësia është për këto zgjedhje. Domethënë se arsimi, kompetencat e kryetarit të komunës janë drejt për drejta në arsim, dhe kjo është edhe betejë mes mendësive politike. Mendësisë politike që shkatroj dhe mendësisë politike që unë shoh njerëzillëk. Mjafton ta kemi njerëzillëkin për të filluar të bëjmë punët e se nga e mbarë. Prandaj është edhe ky mobilizimi i qytetarëve, se 20 vjet janë shumë që na i kanë vjedhur e rezultatet mungojnë. Jo që mungojnë, po ashtu vetëm e keqe. Zoti Florian, a mund të ndërlidhet apo qihet në kuadër të kjo retorika e Ali Ahmetit me sharje ofendime në kuadër të asaj deklaratës të cilën ditë më parë kishte se në rast se do të dënohen ish komandantët e UÇK-s në speciale tribunalin e Hagës, atëherë mund të ketë destabilitet. A mund të ndërlidhet diçka në këtë kontekst kjo retorika e ashpër? Po, kjo mund të ndërlidhet në atë aspekt në qoftë se për shembull AKI-ja i ka disa sondazhe të brendshme se çka do të ndodhë domethënë me rezultatet nëpër komuna, nuk flas domethënë këto listat e këshilltarëve, sepse ato nuk janë tregues, sepse ka për shembull disa komuna Vleni ku s'ka fare, nuk ka kandiduar për këshilltar, edhe tani ato nëpër disa komuna duket se sondazhet nuk flasin në favor të tyre dhe vetë kjo retorika e tyre kështu nacionaliste, apo mos ta them nacionaliste, po të them retorika për çështje më të mëdha shtetërore ose nacionale, flet se ato ndoshta edhe janë duke u përgatitur për ta pranuar humbjen, ose mund të jetë si një uvertur apo si një hyrje në një proces të ri ku ato nuk do t'i njohin rezultatet e zgjedhjeve. Ose do të thonë se pushtetin ai ka vjedhur, ose për shembull mund të thonë se po ka fituar Vleni në Tetov, në Çajir, edhe në disa komuna tjera, mirë po ka fituar me votat e maqedonasve, ndërsa ne si AKI kemi votat pastra shqiptare. Dhe do të hihet në një fazë e re, ku këta do të fillojnë të kërkojnë punë tjera si referendumi apo zgjedhjet parakohshme. Në këtë kontekst, këtu e lidhi edhe një deklarat të zotit Taravari që e dha në konventën e AKI-s, ku ai deklaroi se ne do të fitojmë zgjedhjet edhe do t'ja dërgojmë faturën Mickovskit. Do me thonë,
Kjo, sipas mendimit tim, është si mesazhi? mesazhi i kësaj është se ato edhe nëse i humbin zgjedhjet, përsëri ato do të merren me Mickovskin, ku do të fillojnë të kërkojnë atij zgjedhjet parakoshme parlamentare. E nëse nuk do të ketë, ndërsa vetë kryeministri tha se nuk do të ketë zgjedhjet parakoshme, atëherë ato ndoshta mund të bëjnë ndonjë tentativë, jo se do të realizojnë diçka, por vetëm si tentativë për të shkaktuar ndonjë destabilizim, dhe këtu mund ta lidhim me atë deklaratën e zotrit Ahmeti se nënqoftë se dënohen krerët e Zoti ushqimit. Vazhjo, mund të ndodhë diçka, kjo e fundi që e përmeni destabilitet, mund të ndodhë diçka e tillë në rast se Ali Ahmeti gjykuar sipas atyre sondazheve të cilat po i përmend Floriani, ose eventualisht humbin zgjedhjet, mund të ndodhë diçka e tillë, sepse retorika është gjithnjë, po konstatojmë se retorika e këtillë është e pazakonshme për zgjedhje lokale. Nuk besoj që mund ndodhë ndonjë destabilizim. Ata duhet ta pranojnë burrnisht humbjen dhe të kthehen që të reformohen mirë edhe të përgatiten për zgjedhjet e ardhshme. Unë besoj se rezultatet që do të del në zgjedhjet lokale, ata do t'i shohin, nuk do ta përmenden zgjedhjet parakoshme. Se nuk do t'ju konvenon zgjedhjet e parakoshme, do të humbin edhe më keq. Ndoshta pjesë e nervoze së zotit Ahmeti është edhe shpartallimi që po i ndodh BDI-s. Domethënë informatat që kemi nga terreni, njerëz për çdo ditë, aktivistë që kanë qenë antar të BDI-s, po i bashkohen blenet. Domethënë kjo është më të madhe gati çdo komunë. Ndoshta kjo është edhe pjesë e nervozës, sepse e sheh humbjen, po kjo nuk do të thotë se është fundi i dunjas të humbish, domethënë është duhet merret me veten zoti Ahmeti. Duhet flas me veten, me partinë e vet, ku janë gabimet, ti përmirëson dhe të del si parti e reformuar me një ofertë konkrete para qytetarëve dhe të provon fatin në zgjedhjet e tjera. Nuk besoj se ka vend për destabilizim. Ato e kanë marrë, më të them, një karton të kuq, edhe për shqiptarë, për faktorin ndërkombëtar. Janë parti që në listat zeza, informatat që kemi listat e zeza do të vazhdojnë të zgjerohet me figura, eksponent. Mendoni para votimeve? Mund edhe para votimeve, me figura, eksponent të BDI-s, figurat larta. Para zgjedhjeve se zakonisht ato kur i fusin në atë listën e zezë amerikane dhe dërgojnë edhe mesazhe tjera politike. Ata janë listat zeza, varet kur do t'i publikojnë. Për shembull, unë i sfidoj protagonistë e radhës. Le të provojnë të aplikojnë për vizë, do ta kenë qartë se ku janë. Gjysma e kryesisë BDI-s nuk mund të marrin vizë nga ambasada e Amerikës. Ajo një tregu se je vetë personi pa dëshiruar për Ju dje mbajtët edhe një pres konferencë ku shpaloset edhe disa argumente për këtë aferën e fundit me blerjen e një njeriu të afër, respektivisht kompanie të afërt me familjen e Ali Ahmetit, blerjes aksioneve nga Mjallkovi dhe para një viti dhe pas një viti shitjes të njëjtave aksione, shitjes bankës të afërt me regjimin e Miloševićit. Keni kështu fakte, argumente të cilat apritet të shpalosni edhe diçka tjetër në këtë drejtim? Po, unë besoj se do vazhdoje ky seriali i preskonferencave me lidhjen e zotit Ahmeti me botën serbe dhe me gruevizmin e Mjallkovën, edhe në sferën e biznesit. Domethënë deri tani janë mbajt 3 preskonferenca, do të vazhdohet edhe më ndej. Opinioni do të kupton shumë informata skandaloze, domethënë shkon deri atje saqë i është mundsu të hynë edhe biznesi i Radojčićit me kredite shpejta këtu në Maqedoni dhe figurave tjera kontraverze të rrezikshme kriminale nga Serbia në Maqedoni edhe kapitali kazinove e kështu me radhë. Domethënë deri tash është njoftu opinioni kompania AS Senjak e lidhur ngushtë familjarisht me zotin Ahmeti që bën biznes me dhe Mjallkovin
dhe pastaj me i mundson Alta Bankës serbe të vinë në Maqedoni, bankë e lidhur me regjimin e Aleksandar Vučić. Domethënë tregon që Asa Senjak, Mjelkov edhe Alta Banka tregon shumë se sa thellë fatkeqësisht është impliku BDI Zoti Ahmeti me botën serbe. Zoti Florian, pak a shumë, po edhe sikur të mos jenë plotësisht sakta këto informacione, megjithatë lakohet gjithnjë emri i BDI-s, respektivisht kreut leadershipit të BDI-s, kur është në pyetje kapitali dyshimt apo i pjesë. Vetëm të shtoj, më fal, domethënë me fakte. Dhe me 24 tetor të vitit 2024, Asa Senjak, e lidhur ngushtë me familjen e Zotit Ahmeti, i blen aksionet nga Sasho Mjelkov, që më pas, më 17 shtator të këtij viti, e njëjta Asa Senjak, këto pako të madhe aksionesh i shet tek Alta Banka e Beogradit në kontroll të Aleksandar Vučić. To në fakt i kemi prezantuar me dëshmi. Nuk shtojmë. Janë kazinot, janë pastaj bastorat ato të serbe, të cilat deportojnë këtu dhe gjithnjë në krye të këtyre zhvillimeve e ke leadershipin e BDI-s. Cili është qëllimi i Serbisë ta fusë kapitalin serb nëpërmjet shqiptarëve në Maqedoni? Kështu, do me thonë, fakti më mirë që tregon se qeveria e kaluar, ku kanë bërë pjesë edhe BDI-ja edhe LSDM-ja, ka qenë e lidhur ngushtë me Serbinë edhe me Vučićin personalisht. Tregon fotografi nohër në çfarë cilësi Ali Ahmeti shkoi u fotografo, nuk ishte ndonjë pozicion shtetëror, nuk ishte përveç lider të partisë dhe ishte deputet me sa e diun. Në çfarë cilësie shkoi u fotografoi me çdo kusht me Aleksandar Vučićin atje te kisha nohër. Kjo do me thonë është çdo gjë lidhet me këtë Open Ballkanin, sepse Open Ballkani, parimi kryesor i Open Ballkanit ishte unioni doganor. Ndërsa shtrirja e hegemonisë. Unionin doganor, Serbia e ka pasur si strategji prej vitit 92, kur është shpall pavarësia e Maqedonisë, edhe Serbia kur e ka parë se Maqedonia është shpall shtet i pavarur, ka tentuar gjithmonë të krijojë një union doganor. Union doganor që do me thonë mallrat edhe këto investimet, këto kapitale të lëvizin lirshëm. Do me thonë treguesi më i mirë është Open Ballkani. E tani, kur ju kujtohet kur mbashin ato takimet Open Ballkanit, qëllimi kryesor ka qenë që i atyre takimeve ka qenë që Vučići të paraqitet edhe të prezantohet edhe në Maqedoni edhe në Shqipëri si një politikan modern, i cili është i shkëputur më nga ajo politika e regjimit të Miloševićit. Edhe mua shumë mirë më kujtohet kur ka qenë këtu Vjosa Osmani, cilësinë e kryetares së Kosovës, ka ardhur në Maqedoni edhe ka thënë: ju lutem shqiptarëve të Maqedonisë, mos bini pre e tendencave të cilat përpiqen Vučićin ta tregojnë si ndonjë politikan modern, sepse ai ka qenë edhe gjithmonë do të mbetet një kriminal lufte. Ndërsa qeveria e kaluar ka qenë pjesë e atij Open Ballkanit. E tani kur ato takimet në Open Ballkan pas perdes, çfarë mohabetesh janë bërë ato? Çfarë mohabete që ti bankat sende ti hapin investimet si ti hapin. Do me thonë vetë prania e BDI-s edhe LSDM-s në si pjesë përbërëse Open Ballkanit i dëshmon të gjitha këto dëshmit të cilat sot po dalin në shesh. Paramendoni pjesë e shpalosjes kësaj idez në 2019 në Novi Sad ishte Vučići, me sa mbajnë mend Edi Rama edhe Zaev. Ndërkohë që filloi ky projekt të hidhet në sipërfaqe pikërisht në momentin kur Serbia akoma edhe sot nuk e pranon Kosovën, ndërsa ne si shqiptar të Maqedonisë bëjmë pazar. Fati i madh ishte që Albin Kurti nuk u bë pjesë e Open Ballkanit, edhe tash sot e shohim edhe nëse e bën Ballkani më edhe duket se nuk ekziston. Pikërisht. Zoti Fazliu, tash fokusin e bisedës tonë
do ta kthejmë diku ka zgjedhjet se jemi në fushat të zgjedhjeve. Sa komuna mendoni se vlen do t'i fitoj, apo më mirë ju jeni nga Shkupi, cilat janë parashikimet tuaja, vlerësimet tuaja për ditën e votimit të Vlenit? Tani e përdor shefi shtabit Adnani, thot, ne do fitojmë gjitha komunat, BDI-ja da fiton vetëm një komunë aty ku nuk garon Vleni, Plasnica. Dhe si është shku puna, beso se do të ndodhë kjo. Ka gjasa shumë të ndodhë. Dhe më vëret një mobilizim i jashtëzakonshëm, një entuziazëm i madh gati se në gjitha komunat tona. Vleni është i unifikuar dhe thash kalon më përtej një organizimit politik, po shndrohet në lëvizje popullore, ndërsa atje edhe pse tentojnë të na e shesin se janë bën edhe ata një koalicion, nuk janë bashkë. Atje janë dy tre figura, janë bën bashkë për të shpëtuar karrierat e tyre politike, ende nuk flasin njëri me tjetrin si duhet, ende njëri me tjetrin me thika pas shpine, dhe me thonë, ai mentalitet atje mbretëron, dhe ajo do ndikon në rezultat. Shohim se është një situatë depresive tek ata, tek struktura, mënyra se si i fali Zoti Ahmeti komunat, si i eliminoi njerëz që unë për veti besoja se janë njerëz të duhur që për një BDI tjetër të reformuar, ai në mënyrë shumë i brutale i eliminoi, i fali tek të tjerët, pas një arsye logjike, edhe këto tjerë që lëvizën, domethënë u bën bashk, nuk flasin, domethënë nuk kanë një arsye që ndosh që mund të shpjegojnë pse janë aty bashk, dhe këtë qytetari e ka vërejt, e ka kap, dhe unë besoj se Vleni është favorit në gjitha komunat ku garon. Nga Struga, që e përkrajmë zotin Mendiqira që është i pavarur, e deri në Likov. Likovën që e kam pretendu ata se janë favorit, nuk po delë sa është ashtu. Atje vëret një mobilizim i jashtëzakonshëm, dhe unë besoj se fitoria do të fillon prej Likov e deri në Strugë. Ju, zoti Nesimi, ndani kështu diçka mendim, ose më ndryshe pak, cilat janë vlerësimet tuaja për këtë garë të madhe politike që po bëhet për zgjedhjet lokale në muajin tetor? Mirë tha Bekimi kur tha se ajo hoqi dorë nga disa komuna, të cilat realisht kishte disa kryetarë që edhe kishin punuar në ato komunat e veta, mirë po ajo hoqi dorë. E tani është interesante se edhe kur hoqi dorë, edhe si u ndajtën këto komunat, u ndajtën pa marrëveshje të nënshkruar. Ato liderët e AKI-s nuk u ulën që të bëjnë ndonjë marrëveshje shkruar për ndarjen e komunave, dhe prandaj këtu unë mendoj se ka ndodhur edhe brenda aktivistëve dhe votuesve të BDI-s ka ndodhur një dëshpërim, sepse ato realisht askush nuk i pyeti si cila komunë, cilës parti duhet t'i takojë. Edhe më përpara, aq me sa kam unë ndjeni, kur janë caktuar se kush do të jetë kandidat për një kryetar komune, ose kush do të futet në lista për këshilltar, të BDI-ja ka pat një farë filtri i brendshëm, ku të gjitha nëndegët kanë shkuar, kanë votuar dhe kanë dhënë mendimin e tyre. Këtë radh ato si pyeti askush. Edhe vetë votuesi, edhe aktivisti i BDI-s është i dëshpëruar sepse zëri i tij nuk është dëgjuar as pak kur janë ndarë komunat. Prandaj edhe kjo për shembull Zotit Sela tani janë ndajtën, të i themin thojza, 3 komuna, Taravarit 4, ndërsa Taravari ishte ai i cili doli një herë u kthye prap. Edhe kur u kthye prap, i mori më shumë komuna se Sela, i cili kishte qëndruar besnik. Edhe këtu ndoshta kjo është arsyeja sepse ato kanë mosmarrëveshjet e brendshme. Mirë po, gjithsesi unë mendoj se këto tek e fundit janë zgjedhje lokale, që ndryshe quhen edhe si zgjedhje për administrim lokal, zgjedhje administrative. Nuk janë domethënë fituesi i këtij, domethënë nuk ka këtu fitues nacional. Fitosh në një komunë, për shembull, pyetja duhet parashtrohet jo kush do të fitojë zgjedhjet lokale, po duhet parashtrohet pyetja kush e fiton Tetovën, kush e fiton Çajir. Domethënë kemi fitues në nivel lokal, nuk ka një fitues në nivel nacional, sepse nëse i fiton këto zgjedhje nuk ishin qeveri. Edhe pastaj kjo është edhe një mashtrim tjetër të cilin u bëjnë shqiptarëve dhe gjithë votuesve, qytetarëve që kanë drejt vote, sepse përpiqen ta krijojnë një tezë se ato nëse fitojnë do të hyjnë qeveri.
që është e absurde, nuk jenë qeveri me zgjedhje lokale. Ju vini nga Tetova, si është gjendja, si paraqitet gjendja momentalisht po në Tetovë dhe rrethim? Unë mendoj se në Tetov favorit është kryetari aktual Bilal Kasami, nga vetë fakti se ai është edhe kryetar, është e një partie, kryetari Besës, është një person i cili gëzon një farë integriteti edhe personal te qytetarët e Tetovës, edhe ka mbështetje te elektorati i vet, për dallim për shembull nga kundërkandidati i tij i cili nuk është i njohur, nuk ka mbartur asnjëherë ndonjë funksion publik që jep përgjegjësi ose diçka, nuk është i testuar, domethënë në menaxhim të ndonjë komune ose ndonjë post, domethënë politik me përgjegjësi të madhe, dhe është pak si i panjohur ndoshta edhe për vetë qytetarët, nuk do të hinë atë pjesën, domethënë edhe ai me siguri ka atë integritetin e vet personal, domethënë të cilin askush duhet të votojnë Bilal Kasami. Nuk ja mohon atë integritetin personal të cilin e ka zotëri Bajram Rexhepi, ajo është, domethënë nuk him në ato tema, me siguri se ka integritetin e vet, mirë po kur bëhet fjalë për zgjedhje në një post të rëndësishëm si që është kryetari i komunës Tetovës, mendoj se ai post duhet i besojë ndonjë njeriu i cili vetëm është testuar në një pozicion me përgjegjësi dhe vetëm është i treguar se i suksesshëm, nëse e shohim në sot Tetovën, edhe si ka qenë para 4 viteve, dallimi domethënë është shumë i madh. Zoti Hadriu, pse edhe një arsye plus pse mendoj se qytetarët duhet i përkrajnë kandidaturat e Vlenit. Tani me marrëveshjen e orë duhet të ndodhë decentralizimi. Fatkeqësisht, Florian, më shumë kemi dekoncentrim se decentralizim të vërtet. Dhe komunat varen shumë edhe prej pushtetit qendror. Fatkeqësia e 2 dekadave të kaluara ka qenë se komunat kanë qenë bllokuar prej pushtetit qendror. Do nuk u është ndihmuar. Edhe BD-ja komunave të veta, unë e di kur menaxhonte Izeti vetë prej përvojës për deputetë kanë pas sa e kanë sabotu brenda BD-ja. Domethënë kujtohet edhe saga me ndrimin e emrave të shkollës. Tamam një shembull në Saraj, atëherë kur isha unë kryetar komune, e bëm ndryshimin e emrës të shkollës prej Boris Kidri Stirë në dituria pas një problem. Domethënë shumë kollaj e bëm. Ndërsa Izetin aq shumë e lodhën vetë partia e tij BD, vetëm me emrin e shkollës, me investime e gjëra tjera. Edhe këtë komunët, edhe për Tetovën, domethënë disa herë BD-ja nuk ishte në gjendje të ndanë mjete për ujësjellësin. Ose ndajte shumë qesharak. Tash për një vit, këtë vitin e fundit, nëse e keni pasë se komunat punojnë, është për faktin se qeveria ku participon Vleni, për herë të parë ndan 100 miliona euro për komunat. Dhe unë jam i bindur se ky trend do të vazhdon. Dhe nëse i lidhim, domethënë, komunat me qeverinë, do të përfitojnë qytetarët. Domethënë ta bëjmë atë, edhe është në plan. Ta bëjmë atë kapërcimin e madh që një herë për gjithmonë këto problemet elementare, bazike, t'i zgjidhim dhe të fillojmë të flasim, t'i bëjmë vendbanimet denja për jetë. Jo kështu si kemi, me gërmadha mbetorinash. Me sa mendel kërkon BD-ja vota në Shkup, dhe komunat e Shkupit, kur ajo menaxhon me qytetin e Shkupit tash. Të merr është. Vetëm të vish në për vendbanimet e komunën e Çajirit, Sarajt, po edhe këtu në qytet në qendër pe mbetorinave. Me atë ndërmarrje menaxhon kuadri BD-s. Me qytetin e Shkupit koalicion janë BD, Levica dhe kjo kryetari aktual. Si do t'ja hapë qytetari përkrajen BD-s kur e shohim ata? Për ditën e shohim. Unë kam shpresu se spaku tash në zgjedhje, për shkak se janë zgjedhjet, do të jenë më të kujdesshëm. Këta hiç, as në zgjedhje, e lejmo kur t'i marrin votet, domethënë është një mentalitet i trashëguar, i instaluar, 20 vjeçar, që janë mësu posa të shohin vetëm benefite personale. Mo të jenë brutal për të vjedhur, për asgjë tjetër, jo për punë. Dhe duhet ta ndryshojmë. Këtu kemi edhe një betejë mentalitetesh politike. Kjo e kaluara mos na përsëritet më, po të ndërtojmë një mentalitet të ri politik në çdo pushtet, edhe lokal, edhe qendror, që në radhë parë të jetë llogaridhënia, përgjegjësia dhe të qëndrosh fjalës dhënë. U bëm
gazi botës, atje të koalicioni Akis, çka s'kan thonë njëri tjetri, e tash janë bashkë, e Delalia na akuzon neve, popullin shqiptar, thot Zakari, jo, ke problem me ata që i ke për rreth, veç kujtohet çka të kanë thonë. Edhe këto janë shumë arsye të fuqishme që besoj se Vleni do të fiton. Nuk është për Vlenin, kjo është për gjithë qytetarët. Zoti Vazhliu, unë agjendën e pyetjeve të planifikuara dhe atë itinerarin si të misionit e shtera të shtoni diçka në fund që unë kam harruar apo eventualisht e kam evituar padashjet si pyetje të parashoh edhe tua parashtroj? Jo, vetëm mund t'ja bëj apel qytetarëve, do të thonë qenë të relaksuar këto zgjedhje, le të shohin ofertat e partive. Domthon, sado që dikush tenton që ti përdor mish për top, ato e kanë vetëm për hesapet personale, për të mbrojt karrierat e tyre personale, domethën janë kapur keq, ju kanë dalë në shesh shumë punë, po çdo dashur ti mendojnë. Fëmia jem nuk vozit për sheh. Mëson as shkollë private, shkollat publike, edhe në fillore, edhe këtu. Jeta ime është si e gjithë qytetarëve tjerë me plot hallet për diçme. Qendër tregtare s'keni ble? Asnjëherë. Me plot hallet për diçme që kemi. Me zë ja dalë. Mirë, si gjithë ironizova, kjo ishte pjesë e ironisë. Doja që gjitha emisionet këtyre cikleve zgjedhore kështu të na përfundojnë me kështu apele pozitive. Sinqerisht ju falenderoj për pjesëmarrjen dhe kohën që keni nda, edhe juve edhe Florianit. Shumë faleminderit. Faleminderit.